Partia Demokratike ka ngritur alarmin mbi projektin e portit të Durrësit, duke e cilësuar atë si një nga aferat më të rënda në dëm të interesave kombëtare dhe sigurisë së vendit. Reagimi vjen pas një deklarate të vet investitorit Muhamet Allabar, i cili ka pranuar se është nxituar me ndërtimet në Shqipëri. Nënkryetari i PD-s Nikola Kedhi në një dalje publike theksoi se ky pranim faji nga investitori kërkon përgjegjësi të menjëhershme nga qeveria, e cila e dha këtë aset strategjik pagar dhe pa transparencë. Një nga asetet strategjike të Shqipërisë u trajtua si pronë private e kryeministrit. Sot, disa vite më vonë, vetë investitori pranon se ka gabuar. U propagandua me të madhe se dhe Monaco do na kishte zili, se do hapeshin 10 mijëra vende pune dhe se miliarda euro të ardhura do i shkonin Shqipërisë. Ndërkohë situata sot është dramatike. Godinat e para janë duke u fundosur, sipas vetë raportimeve të qeverisë të institucioneve shqiptare, ndërsa modeli financiar i projektit tregon se një pjesë e rëndësishme e ndërtimit mbështetet te paratë e blerësve që kanë paguar apartamente në ajër. I gjithë risku dhe i gjithë dëmi i është lënë në supe qytetarëve shqiptar. Mbi të gjitha, Shqipëria sot është në një situatë absurde. Porti ekzistues është i paralizuar, ndërsa alternativa që do duhet ta zvendësonte nuk ekziston. Porto Romano është një tjetër aferë e rëndë që prek paratë e shqiptarëve, por dhe sigurinë e tyre kombëtare. Kjo nuk është vetëm çështje mashtrimi financiar, është një emergjencë ekonomike, strategjike dhe kombëtare. Mëtej, nënkryetari i Demokratëve bëri një krahasim mes modelit të qeverisë aktuale, që sipas tij e sheh portin si truall për kulla dhe vizionit e opozitës për zhvillimin ekonomik të vendit. Partia Demokratike ka kërkuar vazhdimisht transparencë, hetim dhe publikimin e plot të kontratës me grupin Allabar, përfshirë klauzolat e arbitrazhit, afatet dhe detyrimet e shtetit shqiptar. Ne i bëjmë thirrje edhe një herë SPAK, që të nisë hetimet menjëherë për aferën më të madhe të ndodhur në vitet e fundit dhe të përgjigjet thirrjeve të qytetarëve shqiptar për të vepruar kundër korrupsionit dhe shitjes së interesave kombëtare. Nuk mund të ketë heshtje kur një aset strategjik kombëtar jepet pagar, kur vendi mbetet pa port dhe kur qytetarët përballen me faturën e kripur të vendimeve antikombëtare të kësaj qeverie. Kjo çështje do duhet të hetohet deri në fund dhe përgjegjësit duhet të japin llogari. Sot përballë çdo shqiptari janë dy vizione shumë të qarta dhe diametralisht të kundërta për vendin tonë. Nga njëra anë është betoni, klientelizmi, vjedhjet, shpopullimi dhe trajtimi i Shqipërisë si një pronë private e kryeministrit. Nga ana tjetër është vizioni ynë, bindja jonë për Shqipërinë, Shqipërinë prodhuese të punës, të inovacionit, të meritokracisë. Ne kemi një alternativë krejt të kundërt me të Ramës për Durrësin, për Vlorën dhe për të gjithë ekonominë shqiptare. Për ne, porti nuk është një truall për kulla. Porti është porta hyrëse e një korridori ekonomik, është porta e Ballkanit drejt Europës. Vizioni ynë është Interporti, porte moderne të lidhura drejt për drejt me Ekurudh dhe rrugë me Tiranën, me Kosovën, me Maqedoninë e Veriut, me korridorin e 8, me terminale kontenerësh, me zona industriale dhe logjistike, dogana të digitalizuara dhe lidhje të drejt për drejta me tregjet europiane. Partia Demokratike thekson se zgjidhja e vetme për Durrësin dhe Shqipërinë është koncepti i Interportit, porte moderne të lidhura me Hekurudha dhe rrugë logjistike me rajonin dhe Europën, për të nxitur prodhimin, eksportet dhe punësimin e qëndrueshëm.